Në Zajas të Kërçovës është vendosur një plak përkujtimore në shtëpinë e familjes Ahmeti, në nderim të rolit që kjo familje ka pasur gjatë viteve të veprimtarisë ilegale. Në plak theksohet se shtëpia e Isam dhe Huma Ahmetit, prindrit e Ali Ahmetit, si dhe Fekri dhe Naile Muçaj Ahmetit, ka shërbyer si bazë ilegales, ku nga viti 1992 deri në fund të vitit 1994 ka qëndruar here pas here veprimtari Azem Sylla. Plaka është vendosur nga Azem Sylla, i njohur si Daja, komandant i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, duke rikujtuar kontributin dhe sakrificën e familjes Ahmeti në periudha të vështira për çështjen kombëtare. Mësuar. Faleminderit shumë, respekt. Faleminderit shumë, faleminderit për respekt. Kjo bazë edhe shtëpi ose shtëpi bazë e Asam dhe Huma, prindrit e Ali Ahmetit, Fekri dhe Naile Muçaj Ahmeti, do të thotë vëlla edhe kunat e Ali Ahmetit. Në vitin 93, rrethana që ndikuan, një grup i shokëve u arrestuan atje kurse ne do shpëtuam dhe u dash të tërhiqim dhe të dalim në Maqedoni. Qëndrimi im në Maqedoni është gati 2 vite. 93 dhe deri në fund të 94-ës. Po këto 2 vite nuk kam qëndruar vetëm në Maqedoni, por Shqipni, Maqedoni, Kosovë, sipas nevojave. Në këtë familjen e Zajas, familjen Ahmeti, familjen e Aliut, po familjar dashur para atë kohë që kam qëndruar këtu, baba e Aliut Asami, edhe nona Aliut kanë qenë ma besnikët e mi. Por, afer tyne dhe bashkë me ta ka qenë edhe Fekrive dhe Nailja. Këta 4 vetë janë marrë me sigurimin tim, me pritin time, me përcjelljen time, jo si Azem, një veprimtar që atë hektar nuk e kanë ditë emrin tem çfarë kam. Këtu kam ne si besim, do të thotë edhe në herë len thuhet se kjo lagj, ky fshat kombëtarisht ka qenë dhe mbetet shumë i pasur për mua. Një faleminderit shumë Daj se na ke nderuar dhe respekti është shumë i madh.